Europiane, ëndra historike e botrorit për kuqezint e Silvinjos fillon nga Varshava, ku përballet me vendasit e Polonisë në gjysmëfinalen e play-offit dhe në rastin fitore do të vazhdoj pastaj në finale të përballet me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë. Nga ana tjetër, në Bratislav, kombëtarja e Kosovës zhvillon ndeshjen gjysmëfinale të play-offit përballë Slovakisë dhe në rastin fitore në shtëpi pastaj do të pres në një finale të vërtet në Prishtinë pikërisht fituesen e çiftit Turqi-Rumani. Por të përmirësuar se çfarë po ndodh në këto orë të fundit përpara sfidës të jashtëzakonshme kundër Polonisë në Varshavë, do të lidhemi drejt për drejt me kolegun, me moderatorin e Megasport në A2 CNN, Altin Sulçe. Altin, të përshëndes, në fakt doja ta filloja pikërisht si fillim nga stërvitja e fundit që ka zhvilluar pra kombëtarja kuqezi në stadiumin e Varshavës. Me aq sa ke parti si duket situata, pra si duket morali, si duket situata në skuadrën kuqezi dhe edhe pse pikërisht trajneri Silvinjo nuk ka dhënë asnjë ide për formacionin, nga ato që ke parë, ke vazhduar, kush mund të jetë formacioni jonë ditën e nesme? Ani, në fakt, Silvinjo është i paparashikueshëm, atë që kemi thënë gjithnjë befason. Imagjino dikur futi Mitajn, pastaj Hasanin, pastaj nëse një lojtare e nxe. Një ndër pyetjet e A2 CNN dhe Megasport ishte, nesër do të zgjidhësh sërish sistemin i cili është i preferuar 4-3-3 të Silvinjo dhe nuk ka ndryshuar asnjëherë dhe s'ka se si logjikisht të ndryshojnë në ndeshje finale, siç është ndeshja me Poloninë. Atëherë do ndryshoj sistemin apo do jetë sërish duke futur lojtar të ri, pra sistemi nuk ndryshon, protagonist mund të ketë lojtar të ri, sepse ashtu siç kemi dhe mungesa, siç është mungesa e Manajt. Megjithatë, stërvitja sotme ka qenë pikërisht në stadiumin kombëtar, ka qenë një stërvitje e cila me karakter shlodhës, trajnerët ka qenë gjithë bashkë në fillim stërvitit duke folur për sa i përket kësaj stërvitje. Djem dukeshin të gëzuar, dukeshin bënin shaka me njëri tjetrin, humor, fizikisht gjithçka vajti mirë në stërvitjen e sotme, por duhet parë deri nesër për të zbuluar formacionin e Silvinjos. Unë jam i bindur që 4-3-3 do jetë Silvinjo, por këtë punë të madhe që ka sjellur deri tani, a do ta ndryshojë në ndeshje, a do të fusi Muçin, a do të fusi Mehmetin. Nuk besoj se këta dy lojtarë, të paktën edhe nga çka kuptova në intervistë në konferencën mbështyp, që mund të futen në fushën e lojës si në fillim, mbase mund të jenë alternativa, mbase minutazhi i këtyre lojtarëve mund të jetë për pjesën e dytë ose në shtesë. Imagjinoni, sigur ne kemi një ndeshje 120 minuta me Poloninë dhe shkojmë te penallti, të kualifikohemi, ndeshja tjetër do jetë vetëm pak ditë më pas me fituesin e çiftit Suedi-Ukrainë, pra do të ketë shumë udhëtime, do të ketë një odise, prandaj dhe Silvinjo ka menduar që trasi 26 futbollistë cilët i ketë në dispozicion. Megjithatë, unë do të thoja që janë disa lojtarë që kanë premisa të mira, të paktën për të qenë në fushën e lojës për një pjesë të saj. Për shembull, Muçi, nëse do të ishte një lojtar i cili gëzon formën optimale, është Muçi. Por nga ana tjetër, interesante është dhe Stavro Pilo, që është kthyer në krahun e Majt, fasha e Majt, i cili mund të jetë një alternativë me Mario Mitajn, sepse futbolli kur nuk i dihet dhe Nasser Ali tek i Dinamos. Megjithatë, unë mendoj që në ditën e nesër me Silvinjo do të ketë një mbrojtje të fortë. Ajo 4-3-3 shpeshherë bëhet 5-4-1, domethënë është në letrësh ndryshe, por në fushë përkthehet ndryshe dhe do të presi që ta sulmojë nga krahët pikërisht ekipin polak, i cili është shumë i fortë. Shumë i fortë dhe ndeshjet e fundit ka treguar që është përmirësuar shumë me Jan Urban. Qartë. Le të flasim, Altin, edhe për konferencën e fundit për shtyp. Doja çfarë vure re, pra, cilat ishten mesazhet e rëndësishme, çfarë vure re te trajneri apo edhe te kapiteni i skuadrës, kishte tension, kishte frikë apo kishte respekt për kundërshtarin?
Shiko, ja gjitha brenda, është përgjithësia më shumë e ndeshje të tillë, sepse lojtarët ta nuk kanë më frikë, sepse stërbiten në skuadra të mëdha, jetojnë çdo ditë në qytete të mëdha, luajnë në kampionate të mëdha, por kanë përgjegjësi të mëdha kur luajnë përballë tifozëve shqiptar, përballë njerëzve që i shoqërojnë në stadiume të ndryshme, kanë përgjegjësi, duan që t'i bëjnë ata të lumtur. Natyrisht edhe Silvinho tashmë 3 vjet më pas, vjen pikërisht në Poloni, atje ku e nisi premierën me humbje, më mend humbjen e parë që futi edhe Nasser, që futi edhe Yasir Hasanin në ndeshjen e parë në Poloni 1-0, dhe tashmë rikthehet sërish këtu. Por si do të jetë kjo ndeshje? Se asnjëri nuk e di. Çdo ndeshje ka historinë e saj. Dhe natyrisht edhe nesërm janë orë 22:45 në stadiumin kombëtar këtu në Varshavë, të jetë ndeshje emocionuese. 3.000 shqiptarë do jenë zyrtarisht, nuk e dim sa tjerët kanë blerë në tribunat e polakëve. Sigurisht kjo kërkon me gjithmonë qetësi dhe mos ketë incidente, sepse gjithçka mund ndodh. Altin, ti në këto orë të fundit përpara kësaj sfide të jashtëzakonshme, ke folur besoj me drejtues të federatës, ke folur me teknik, ke folur me futbollistë apo edhe specialistë që janë në këto momente pranë skuadrës. Çfarë thon ata? Janë optimist për këtë ndeshje, duke parë edhe formën fizike të lojtarëve, por duke parë nga një anë edhe kundërshtarin që në këto momente ka një formë të jashtëzakonshme, apo jo? Andi është një ndeshje, Greqia fitoi kampionatin evropian. Maqedonia eliminoi Italinë. Shembujt janë pafund se si në një ndeshje futbolli mund ndodhi shumë gjëra. Mund ndodhi gjithçka. Qofse do jetë 2-3 ndeshje, qofse do jetë një kampionat, ne nuk do jemi favorit. Por në një ndeshje futbolli gjithçka mund ndodhi. Dhe të shpresojmë që ecurin e mirë që kanë pas ndjen në këtë sezon, ta kenë edhe ndeshjen e nesërme. Por, andi ajo që paktën, unë fola me Muçin, fola e takova, një mirë, më pyeti edhe për njerëzit, për gjithë kolegët, dhe i thash si duket gjendja, privatisht më tha jam shumë mirë, por qënë si ka gjithë çuna që do futen në fushë, gjithë janë gati, po mu dha mundësia dhe luaj. Qartë. Dhe natyrisht edhe do shënoj, sa. Mirë. Këtë ma tha kështu, sepse ishte me kolegun Elvis Rexha, drejtat e Supersportit përsa i përket ndeshje të tillë. I kanë Klani dhe televizionet përkatëse, por gjithsesi kontakti i ynë është dhe me drejtuesit e federatës, gjithë janë optimist për ndeshjen e nesër, por ka shumë përgjegjësi, ka shumë presion, ka shumë përqendrim, ka shumë dëshirë për të marrë 3 pikët, për të marrë kualifikimin dhe për të vazhduar ëndrrën. Ëndër e madhe, ëndër shqiptare. Është me të vërtetë ëndër e madhe, të shpresojmë, por kam një pyetje tjetër, ke vetëm disa orë në Varshavë. Si e ke parë atmosferën në kryeqytetin polak? Vërtet ke qenë pothuajse gjatë gjithë kohës pranë kombëtares shqiptare me stërvitjen apo edhe me konferencë për shtyp, por si e ke parë këtë atmosferë në Varshavë, pasi dhe ata kanë një ndeshje të madhe. Nga anon ky presion, anon nga të dyja skuadrat apo presioni është dhe kundërshtarët? Çfarë thon kolegët polak, çfarë thon shkrimet, gazetat në Poloni? Andi, vetë fakti, prezenca e mediave polake që sot ishte shumë e madhe, tregojnë qartë që këtu ka ndryshim opinioni, mentaliteti, përsa i përket ekipit kombëtar shqiptar. Dikur nuk kishte një interesim të tillë. Sot kishte prezencë të mediave ndryshme, kameraman ndryshëm, portale ndryshme, gazetarë cilët raportonin. Pra tregon që ekipi kombëtar tashmë është në një nivel tjetër, mbas 2 herë që ka arritur në kampionatin evropian 2016 me Debiazin dhe pas me Silvinho. Por Polonia ka histori, mos harrojmë që ka dalë 3 në botë, 2 herë 74-ën në 82-shin me goçënuesin më të mirë Laton. Ka arritur të fitojë në lojrat olimpike të Muniut medaljet e harta në futboll. Pra, kur ishte kjo gjenerata e artë e Polonisë, megjithatë ne shpresojmë që sot ekipi ynë kombëtar të jetë më mirë, psikologjikisht, fizikisht, flas për ditën e nesme, kur them sot. Patjetër. Dhe që të arrijmë në një ndeshje të madhe dhe të
realizojmë atë që mendojmë. Gjithsesi, në 90 minuta ndodh gjithçka. Qartë. Kam dhe një pyetje të fundit, Altin. Tani e dim të gjithë që zyrtarisht do të jenë 3.000 zemra kuqezi në stadium për të mbështetur kombëtaren kuqezi. Por nga informacionet e tua, nga ajo që ke parë në qytet, në Varshavë, në kryeqytetin e Polonisë, ka indicje se mund të jenë më shumë tifozë shqiptar? Sigurisht, unë kam takuar njerëz që kanë ardhur, kanë bërë bilet, vetëm ditën e sotme kam takuar 10 çuna që vinin nga Gjermania, që s'kishin dhe i kanë bërë biletat në tribunat që janë polakët, sepse nuk mund që të shikosh gjithë të sipërfaqe të madhe siç është Varshava, që të kuptosh se sa shqiptar janë. Po vetëm në një rast konkret po them, vetë pozicioni gjeografik që ka Polonia këtu me Gjermaninë, që është afër, ka shumë që kanë ardhur. Altin Lala tha në emisionin që unë do vi me makinë, dhe jemi 3 shok, do vi me atje, jo se s'ka bilet. Kuptohet, po vetëm që ta bëni kështu si piknik, si turizëm, që të kënaqeshin me ekipin kombëtar, me këngë, me muzikë, me shaj, dhe ti e di si e bëj shqiptarët, Handi, kur luan kombëtari gjithë e bëj këtë. Qartë. Mirë, unë të falenderoj shumë Altin për këtë lidhje të drejtulldet dhe i urojmë sa më shumë fat kombëtares kuqezi. Shpresojmë ta kemi gjithë së bashku.